Faleminderit për ftesën në këtë konferencë dhe faleminderit juve që keni gjetë kohë në këtë shtunet nxehtë këtu. E mira është që afllad, po edhe e mira tjetër është që përfitohet ka aspekti i informimit, se në çdo konferencë zakonisht është e mundur mu taku me njerëz që nuk vjen për ditëshmëri mu taku, sikurse që janë edhe këta dy folësit së bashku me mu. Deshta me prezentu në anën teme me një herët djathtë, është Elban Avdylaj. Elbani do më thonë e ka masterin e krym me që ka të bëj me shkenca kompjuterike. Në fakt, fakultetin e ka me shkenca kompjuterike, po masterin e ka me machine learning edhe me data science, me qëtu sanet që janë qitash interesant, e kjo ka kry shumë më të shkollimin. Është marrë me AI një kod gjatë, është marrë edhe me studim të AI-it, edhe me një produkt, do më thonë e ka bu, nuk besoj që ka me nda me neve. Nuk besoj, do më thonë, ke fjalla e duhur këtë. Nuk në kalzën për atë produkt. Gjithashtu me neve është Muhamet Rëtkoceri, kolegi jemi punojna bashkë tash. Kena punu në 2 vene bashkë, për momentin jena të punu halo bashkë dhe deri të më qëtë këpi punë ose të qesu në këta pi punë. Një unë abishty në 2 jave do të ndodhë. Muhameti merët masi këtu veç u përmenën OG-jat, ju i keni OG-jat e kriptës, një mes para se me prezentu Muhameti ndoshta mi u lyp halal kështu këtë komunitetit kriptës që inteligencë artificiale ja ka morë vëmendjen, nuk po furit mu për blockchain, që shumë furit para se me dole AI, dul ChatGPT-ja dhe do më dhonë këtë tema tjera u bënën dytësore, adhe nëmën këtë panelisht u bju lypim halal. Masi përmene parët, IBM-i, dje e lexova një raport, i ka gjeneru 1 miliard ose 1 bilion të hyra veç për consulting. Consulting është një për industrive që të më thonë fullet shumë e nuk buhet kur gjë, kështë që të më thonë në AI veç mu përmenë si tem, është të modë, më thonë shumë investime për mi 40% e venture capital investment në qëto në vitin e fundit, do më thonë janë shku për kompani që veç përmenët AI. Normalisht parafërësit këtu ke ti për interesant që i cekën shumë do sene që ju domosdoshmërisht, nëse një sene është hype, kjo tjetra është, do më thonë, nëse është hype, pa tjetër është me vlerë, po dhe në anën tjetër nuk është mirë me u injoru diçka që nëse buhet hype, veç me pas parasysh çka ka dhe me hulumtu edhe me najnë qatë aspekt. Për ato, po kom qef, do më thonë, me diskutu me këta djelmoshat bashkë disa prej temave, pianisi me Elbanin, me thonë pak për historikun e AI-t shkurt, edhe një muhabet i përgjithshëm që shetu e përdur të AI-n në kompaninë ku je CTO, edhe në përgjithsi do më thonë përdorimet të ChatGPT-s, ata mërmenja që kena me mujtë me bu me adhe na i kineze, se këtat kriptët e kanë një kinez, na i kena një Amerikan. Me bu me heka i sem altmeni këto ChatGPT-s, që ka buhet me neve. Elban? Me dollë të profesion. Faleminderit Riljan shumë, faleminderit gjithë dhe, faleminderit për ftesën. Dush me afru pak shati mikrofonin, se ta vërin nga Pak mikrofonin ka unë. Ajde, qështë. Faleminderit shumë. Unë për momentin jam shërbesi CTO në një kompani me bazë në Australi. Kompania quhet Health Horizon. Edhe ideja Health Horizon është që na i mbledhim edhe i organizojmë trejat më të fundit në zhvillimit në fushën e shëndetësisë. Ma konkretisht merrem specifikisht me se me shtë mikrofon pak të isa të bilan fije. Ma specifikisht me innovations in health që janë. Konsumatori i produktit ton janë kryesisht kompanitë e mëdha që farmaceutike ose që merren me research në fushën e shëndetësisë, sepse për ata është shumë e rëndësishme me kuptu çka është tregu momental i innovations in health, çka është të bëjë konkurrenca, çka janë të bëjë kompani tjera, e mandej me marrë vendimet bazuar në informata që me cilat na i furnizojmë ata. Një prej problemeve shumë të mëdha që na kemi pasur si kompani që dikon 7 vjet është që kemi jashtëzakonisht shumë punë manuale. Për shkak se është shumë informatë sensitive që nuk mundet kurse si pa kalu ka një review e një njëri fizik. Do të nuk ka mjaftu veç kompjuteri me bo çdo review. E para dhe e dyta është ekstraktimi i informatës, është dashur manualisht me lexu shumë artikuj në internet e derisa të gjetë artikujt, e mandej për tyne me ekstraktu informata o mu shkru manualisht.
revolucion në industrinë tonë, po posaçërisht të produkti jonë ka po LLM-at. Na kemi provu që disa vite me ndërtu modelet tona cilët lexojnë tekst edhe prej tekstit nxjerrin në format strukturume, po me shumë vështirësi e kemi bërë dhe thuja që deri tash kemi arrit asnjëherë me pas sukses shumë me bëni punë tillë on scale. Me ardhin e LLM-ave, sidomos OpenAI, neve na ka qitë në një nivel këtë tjetër për punimin të informacionit. Se tash na shumicën e procesit e kemi të automatizuar. Të na është shumë e rëndësi që prapë klienti kur të pranon informatën përfundimtare, me qenë vetëm e review më bë prej personit fizik, po këtë procesi tjetër, i ekstraktimit të informacionit, nxjerrja e informatës prej tekstit, strukturimi i dhonave që aty ju duhet. E këtë këto tashmë po automatizohen, që është një use case shumë interesant që asnjëherë s'kem pas mundësi deri tash me bë, se na kem përdorur AI-n edhe më herët për shumë sene tjera, për shembull për personalizim, për me ndërtu algoritme të ndryshme për automatizim, po ajo që ka neve na ka vazhdimisht na ka nxjerr problem, ma në fund përmes LLM-ave që e kemi zgjedhur. Në pyetjen tonë se çka ndodh nëse nxjerr vështeku OpenAI-n, është shumë diçka kritike, po më ka edhe tash konkurenca është të ushtuar te OpenAI, po për momentin është, më thonë, shumë më i mirë se konkurenca, po nuk besoj që mund tregu ka më mbet pa një provider me çujt të mirë që ofron shërbim të mirë për Gen AI. Kështu që mendoj që ardhmja është goxha e sigurt. Do të thonë edhe ti po thua se këta kinezë nuk e heq shtekun. S'po më kam heq. Okej. Mirë. Jo. Muhamet ty të ka rënë sot njohën edhe sot njohin ata që të njohin, se ty të njohin shumë se atë çikën e Ferizahit. Të ka rënë me përdur AI-n shumë mote. Unë po ta dëshirë me të bëj dy pyetje më në herë. Një është një dallim, sa e di unë të paktën teorikisht, se unë jam te AI-m sharlatan veç zhurmën e përcjellë. A ka dallim mes AI-t klasik edhe këtina modern, edhe çysh jetu e përdur, nëse jetu e përdur do më thonë çfarë case jetu e përdur modernin ose ato klasikun? Okej, kështu do më thonë kë ti marr pak 2 minuta për çit pyetje. Pra çysh e dim na do më thonë dallën ajo pjesa e AI-t më klasik me po njët kështu po besoj? Me AI-n më modern. Do më thonë pezojna kur kum fillu në me AI 2012-2013, si student jem kom Poloni, kom punu me një farë divizioni kështu të AI-t. Atëherë, do më thonë, as rrjetat neurale nuk janë kone. Në kona AI kitë klasik, ku për shembull ai kompiteri që ka mujt Kasparovin, do më thonë ai kitë algoritëm deterministik është, ku i ka bëvësh do kalkulime, edhe çaj rezultate ajo quhet AI. Edhe tek që atëherë, do më thonë, kanë fillu tani rrjetat neurale më bë hype, 2012-2013, edhe pse rrjetat neurale kanë ekzistuar shumë aty, po kur nuk kanë funksionu për shkak që s'ka pas bold computing power. Edhe është ai tipi Jeffrey Hinton që pa të marrë çmimin Turing, ai pik 50-ave, 60-ave, do më thonë, u marrë me rrjeta neurale, po kur se ka marrë seriozisht ato, derisa 2012-ën, ai një fargare kështu për AI, shkon ata benchmark ati bit kështu do më thonë me një dallim shumë madh. Edhe që atëherë veç kanë fillu rrjetat neurale, do më thonë ai farë që frentoni. By the way, stërnipi i George Bullit ai. Kështu. Këtë qësi familje. Edhe tashti, do më thonë, që atëherë rrjetat neurale bëhen hype. Tash edhe që ky lloj AI, rrjetat neurale, edhe kjo si lloj traditional ML tash për shkak. Do më thonë tash large language models komplet e ka ndru lojën. Do më thonë përpara, nëse kështu marr ML users me ML developers ose AI users me AI developers, u kon vije preme, apo kush e ka zhvilluar, kush e ka bërë. Tash është goxha grade out, në farë forme si uzera si zhvillues me prompt apo punojnë ata. Do më thonë mo large language models e kanë ndru komplet lojën. E tash për marr si shembull veç me elaboru atë dallimin se ç'a mundesh me bëu, do më thonë me LLM-a, ç'a dosh me bëu përpara me AI. Klasik në shalla për audiencën, se gati shumë për tentoj. Pezojna një customer service chatbot, kur i shumë një e-commerce për shembull të diçka, edhe ka me ta kthy aty një person të përgjigjen. Për shembull, pezojna shumica këtu një e-commerce në fillim të shtim me zgjedh një kategori. A e ki për ai pagesë, a e ki për një troubleshoot, s'po bën akonti që me ditë se njëri mu lajmëron chat. Edhe përpara, për me mujt me zgjedh që janë me AI, ti u dosh për shembull me pas nësor një dataset me një 10.000
mesazha labeled. Për shembull, që ky mesazh është troubleshooting account, për shembull, që ky mesazh është për pagesa, që ky domethënë ti u dosh me pas një dataseti clean, halo me trajnu një model, edhe tani ai me të mujt ty me ta klasifiku një tekst. Okej, domethënë toski i klasifikimit. Edhe që ky sen, që është bot me LLM-a, është bash e merr një prompt, edhe vi që shkruan you are a customer service assistant, classify this text in çdo kategori ja shkruan çatë. Edhe veç jap inputin ai ka me ta kategorizu. Domethënë nuk ka nevojë as një pik mundi më shumë. 2 API call-a i ki në kod edhe u kry ky task. Domethënë bër gjysore e implementon as apo bie fjala ato prompt injection do sa do të mi rregullu. Po pesha domethënë një sen që ka marrë me muj përpara e kryen tash me ditë. Është këgja një big deal domethënë avancimi ja. E unë çysh e shfrytëzoj AI-n, domethënë që shta edhe Elboni me bu me heksa ChatGPT-n, do të janë nisë më këtim fakultet edhe njerë se qatë shumë e shfrytëzojnë aso që ka njerë thëmë mos e ku ma arru programimi, domethënë se ato leg work, që thënë low level, mi bën gati se gjithë ChatGPT-a dhe custom GPT-a që ka. Ta qysh e shfrytëzoj edhe këtu po shpresoj që se zgati, po du të me kallëzu dhe qëtu. Këtu na kanë thirrë për me zgatë. Okej. Mos tanin. Domethënë tash të vazhdoj? Pije do uj. Se ku mu... Po, do më thonë... Aty. Tash kjo... Sa një por që a shfrytëzoj është një tool Perplexity.ai. Adi kur se ka një që tool, është të mënë urgent, unë e shumë jam insistu se fuqishë me rekomandoj me installu që ata, po se web-based, a është një farlej searchi me LLM-a. Edhe një dita unë jam konë gjithë fanë si flakti Google-it. Atë me ma prek dikush Google-it në një komet në qafë. Qëta është nuk him on Google, po him Perplexity. A i na i herë të rollë, se nuk më besoj që Perplexity është të e gjeqë ato që jem të lypë, kështjela njerë në Google me këshyrë mos po të gjenë diçka ma shumë Google, kur s'ka ndohë, a nësjel dalë s'ka ndohë. Në më thonë Perplexity.ai, ajo një farë search engine, e lypë që apo dënë ti, edhe ta bën një summary në bazë gjeturave edhe t'i jep citime, që ose një më e rëndësishme, si të përsham nuk mund mi besu ChatGPT, se aja bën hallucinate. Okej, të më thonë hallucinacionën, që më thonë shumë. Edhe së më nëshmi besu ati sajnë, aje t'jep përna... Do më thonë, sa po i tha ChatGPT si tha halot. Që kë, Mamet Rëtkëciri, merne, shkru me dykon. A me të pëse rëzish ka erë t'jep këtë, dhe thu, a dhe që se pas ta kujtu kër e ekzekuton, s'ko të bëjnë që me realitetë. Edhe, dhe më thonë, qaj Perplexity sen shumë i fort, për shemë më nëshme me fokusu aty akademik me zxedh, për shemë dënë me gjithë papera për një temë taktu me ekstrem t'i gjënë letë. Do më unë di studenta doktoraturave që adhen që tool, nuk po thëmë që i bojnë bej, po do më thonë ekstrem janë, do më unë adhen bullish këto. Edhe tash për post Perplexity, edhe njëse realisht mund është edhe Reddit aty me fokusu, edhe kur ti dën një opinion caktu me gjetë, i zakonisht në Reddit, edhe do më unë ta kërën keq atë punë. T'jep për shemë, dë njerës të kështu, dë njerës të t'jep këtë linkat ku janë thredat. Është e jashtëzakonshme. Okej, një e para, e dyta është ChatGPT-a. Do të thonë ChatGPT, unë e kam premium, është një prej seneve që më shumë t'i vlen me pagu, edhe e shfrytëzoj çdo ditë. Do të thonë çdo ditë lumë e shfrytëzoj. Edhe dikon që tash i kam një 40 diçka custom GPT-a që kam bu vetë. Gati për çdo sen që e nisi një punën e marrë masporin një custom GPT. Edhe koha se që kur që nuk t'jep jashtë kodit, qase GPT-a. Veç kod, edhe si ti thu diçka tjetër, apet ta jep krejt kodin edhe njëherë. Koha si që vish një mënë për konsulting, nuk të jep asë një pik kodi, edhe ti vitan ata hopat shumë më materesk, ti jep konsul kështu, po një pejsane më të forta që më të bukurët fundit, me GPT që më ka një mu ekstrem shumë, është një farë koncepti për kita programerat e qajnë këta, që i bjerë me bu arkitektura, me dizajnu sistem design, me përdur ChatGPT me një mu sistem design. Edhe janë do varë tula si Eraser.io, Excalibur, që e ka një farë koncepti diagram as a code. Dhe më thonë diagramet të arkitektura dhe këtu senet ti i shprej me kod. E jep kodin, e ka sintaksin e caktum, për shembull një që ky entitet me qëto ikonat e caktume me në ngjyrat e të tjera, edhe ajo ty ta bën këtë vizatim komplet. Edhe tash, unë çka bëj, e kom drejt një GPT, për shembull, disa, se me një jo krejt, edhe kur unë me bum system design, një pej sfidave që dim në ChatGPT është sa e ka një limit në tokena.
Për shembull, kur ti e lyp me ta shkruaj një dokument, aja ka maksimumin sa ta bën dokumentin. Edhe ka reprish kitat kvalitetin që mos me kalu çat limit tokenave sa ti jap. Domethënë shumë zor me nxjerrën shumë sasi informacione me ChatGPT-s. Kështu për disa jam i qartë. E qartë. Edhe tash në system designi kur ti lyp diçka arkitektura komplekse, kur anis me sqaruar çka ka dot, i harron me një gjysmën e sene. Po tash diagram as a code, kur i thamë për shembull çështu po du një arkitekturë, ja shpjegoj para se çfarë po du, ta çet ai kodin e arkitekturës në diagram. E çesa në diagram edhe shoh që për shembull ku marrun në API gateway me përmend ma ka qit komplet domo arkitekturën ma bën. Në fal ndryshimi shumë vogël e bëj edhe e kryj. Për shembull, ti e din ku jam në pjesë e mohabeteve që hin shumë teknikisht, si të marrën vesh, janë edhe një 15 njerëz atë që sin të marrë vesh. Veç, po do të thonë ajo është po për ata që po më ne për punë ka një shans ka një ditë 2 ditë që i bëj, e bëj më shkurt. A vëdhe se po më shumë pak shtrendi, ka se punoj bashkë i desvarites. Jo, do më thonë se nuk mund me najtë këtë si përfatsisht me fuzë, se si të fuzë si përfatsisht për AI edhe që është shfrytëzën në përditshmëri, nuk, a përdin është... Po, custom GPT, ja, të më thonë, sa një marë në session, qa dhe që bën në custom GPT, ose dikën atjetër a shfrytëzën. është një sen... Që e ka marru dikush për? Po, në mund nëse që të power nuk e shfrytëzën, dikush a përdin me nej që është kështu, këgja sen. Nice. Unë po du me ndru temën, apet është e lidhë me AI, po kom qef me full pak se një prej temave kryesore që mbut kur të follet për AI është çështja e punësimit, a ka më në zavencu AI, sa ka më në zavencu AI, a kena me bashk, do më thonë, a kanë mu kryu profesione të reja, apo kanë mu shu disa profesione kështu me radhë, për janë nisi për Elbanit, anaj njëjtën pyetje e Mohamed. Unë është tema që mas shumë të përfollet kur follet për AI, në që realisht ndikimin të njerëzit në përditshmëri ka mas shumë të më të pas AI të punësimi. Një keq kuptim që e kom vrejt është që njerëzit veç kur ka hype të marrë rreth AI-t, janë nisin me folë për rreth AI-t edhe punësimit. Por realisht AI në punësim është të ndiku prej që ka fillu mu kriju si koncept, se ideja është krejt automatizimi. Domthonjë përderisa ekziston automatizimi, gjithmonë ekziston frika për vendet e punës. Kjo nuk është diçka kur gjë e re, prej robotëve në prodhim e deri te searching Google e deri te LLM-at, krejt është AI praktikisht, që një pjesë mund të thonë AI klasik, e ka AI i ri, po në esencë... A nuk e në kom pritshmërit që për shembull me zhvillimin e AI-t që tash u popularizu një fjallë, kom menu që roboti kom me palu teshat e unë kom me bo vizatime, tash unë të më të me palu teshat e AI po bëm vizatime. është ataku ajo struktura që i thojnë white collar, dhe më thonë ata që punojnë në zyre, me thonë me fjallë tjera. Për shkak që soj përndo këtë kryu panik ma e modhe. Pikërisht, për që të deshtë ta më dojmë. Për problemi tash pse na po flasim për to dhe po flitet të shumë për to, është që profesionet që i kemi qujtë, që me thonë, deri para shumë pak kohë janë qujtë pa automatizueshme, tash ka fillu edhe që ato mu automatizueshme, mos punë cilat janë kushtimisht shumë kreative, që konsiderohen si arti ose dhe programimi ose jo, edhe punë të tilla ja ka nisë mu automatizu, e kjo pandej kanë gjallë panik shumë të madhe. Realisht, çdo punë që është e përsëritshme ka mu automatizu prej AI-t. Prodhimi, gjona tjera që janë proceset mrena, white collar jobs, këtë kanë automatizu prej AI-t. Po, që faktikisht që unë që shë presë, ose që shë shoh trendin, edhe që shë kom pa historikisht kur kanë nërë zhvillimet të reja teknologjike, është që gjithmonë krijohen mundësi të reja me qatë teknologji të reja. Për shembull, rastin konkret të na, është që i kemi pas dikun 10 punëtorë kompani që janë morë vetëm me punë manuale me tekst, tash i kemë gjysmën e tyne, po i kemi hajër edhe 3 njerëz që merren me AI engineering. Do më thonë është zëvendësim. E ardhmja, sipas mendimit tem, është AI human collaboration. Do më thonë AI ka më konë në vend punës i pa zëvendësueshëm, po për mi bo disa punë cilat AI është shumë i mirë mi bo. Për punë për automatizim, për kërkim, për çdo punë që nuk kërkon
kreativitet ose emotional intelligence ose gjëra të tilla. E njeri ka me kanë aty që me bë pjesën për cilën AI nuk është shumë i mirë. Një sen më rëndësi është që edhe qeverit, po edhe institucionet shtetërore edukative sana duhet më përgatitur për qytetarët. Duhet me kuptu që profesionet kanë më ndryshu drastikisht. Ajo për cilën na edukohemi në shkolla, ajo për cilën na shkatësi që i marrim në shkolla, duhet më ndryshu, mu përshtat me kohën e AI-t. Se për ndryshe nëse fokusi në shkolla ka më vazhdu me qenë në specific skills, e që ato specific skills kanë krejt mu automatizu prej AI-t, atëherë ka me qenë shumë një diskrepancë e madhe ndërmjet asaj çka na si njerëz dimë dhe mujmë me bë dhe asaj çka për cilën faktikisht pritet edhe ka nevojë na me ditë me bë. Faleminderit. Super. Met, Po, unë s'po shtoj shumë diçka në klasë, kogja mire çare Elbani, ama është interesant, programerat tu mënu mi automatizu profesionet e tjerëve, automatizu në vetën. Nëse ai gore, pak se nuk qëndrojnë kjo. Ama unë menaj që definitivisht kështu ajo kërkesa për do punë ma të thjeshta, ma manuale, që është Albani, është reduktu. Edhe kuptuhet është e kanë vrejt ata që janë ma ka juniorat, është shumë ma zërë me plasun treg. Se kërkesa është ma e modhe për njerëz me përvojë, për shkak që këtu senet e thjeshta i automatizën AI. Amo nikosisht bjen kërkesa nështë për do punë vogla, amo ka më rrit kërkesa prapë në përgjithësi, për shkak që halo dhe më thonë nuk jena as offer digitalizimit komplet kështu të seneve ndryshme kështu në jetë. E kështu që pa e zotë diçka ma shumë, unë menej që adlo ka me pas shumë nevoj për programera, edhe për shembull ai radiolog, ai profesioni që gjithkund thojnë AI ka replace radiologat, është larg replacement, se na që punojnë aldon me klienta Big Pharma, këto në Exponential Data, kena produkte ku domethënë i kena vënë modele minimum radiologa me interpretu, po kur nuk mund ta me zëvendësu doktorin. E zvogëlon nevojën për do radiologa ma praktikanta, po ka me pas nevoj për ata eksperta gjithmonë. Edhe jo, e vish një bën ma të fort njerë. Për shembull, mu si programer, sojmë një njeri më ka bu në shasa 4, pezojna, se në është ta rritash. Amo dikon e ka një mu me ma shumë duri, ka dhe. Jo që e ka replace. Okej, për lidhur me që tim, me time span, du më thonë, s'po du me hej ka AGI, po du me thonë kështu në përgjithësi, a e shihne kur e shihni ju dytë, se cili menimin e vetë personal, kur e shihni që ka me pas qasi shifti shumë të madhë, që AI do më thonë ka me automatizu shumicën ndërmuese të angazhimeve njerëzore, e që masaj njerit ka me mejtë koha veç për me dalë me shëtita dhe me shku në për Gjermania në për. A më në mi mrejtë dhëmët për një sen tila jo? Na është ma interesant është që ka keme bo nash atëherë. Për që po vjen është e dukshme. është vështirë me parashiku. Do më thonë, që që dhash ma heret, që kjo frikë ka egzistu prej viteve 60, 70, prej kur automatizimi i punëve dhe i proceseve është rrit, vazhdimisht ka egzistu që kjo panika që tash ka orë koha. E LLM-at e kanë ndryshu shumë që të loj, për shkak se për një me disa procese disa punë cilat nuk është mendu që shka shpejt ka marrë koha mi zëvendësu, veç ka orë. është vështirë me dhonë një parashikim kështu kohor, po është me në këshilla jam është që se cili prej neve mu përgadit për kohën e AI-t. Më thonë, na çfarë do profesioni që jemi, ose çfarë do punë që e bojmë, që është na mune me bo punën tonë ma mirë, që është na mune me bo punën tonë në njërë ma efikase, edhe të në tjerat që kur të vjen që ajo kohë që këtë profesionet kushtimisht mujnë mu zëvendësu, që është na me mbjetu që asoj kohë. Nështë që kjo është ma më rëndësishme me fillu me mendu prej tash. E më që tash është koha ma e mira. duhur. Dhe ta kina e sendit me time spend. Shka se këtu për shembull përpos asoj elementit sa ako kapacitet e joj me zëvendësu shumë punë, edhe të zëvendësumet janë dy sene tani ndryshme. Për shkak që është elementi në praktik, është shumë zërë për shembull me posën se çdo familje një robot. Ai ka robot që komplet punë që janë në shtëpi i kryen. Po a mund të se njëri me posën që si roboti, se ka tash edhe aspekte tjera. Dhe më thonë është kapaciteti që joj me zëvendësu njerëz edhe soka me zëvendësu për një me. Që për ata është pak problem me mbrikja, edhe plus e dyta, që e përmene këtë AGI-in,
Unë edhe pse e morë shumë e jaj edhe bënej që edhe pak edhe shka me shku dhe alo ma shumë të avancu, unë gjithë kom qef me but qartë që me qëta qipa silikoni që i kem na, edhe pse ata Nvidia gati se e thënën ligjin e murit që është një farë ligji që shkon të dyfishu numri i tranzistorëve në qarkë çdo 18 muaj, edhe shkon të rritë kjo demo pej para 2000-ave është ky ligj. Tash dëm të dollë qipa më të fort, po kam umri kë limiti fizik. Me qëta qipa nuk mund me posi ajo më të avancu, mund edhe pak me avancu algoritmet, dhonat, training data, amo që të jenë. Kështu që pa dollë në i tjetër lloj qipi, nuk ka mujt me mri inteligencën e njëjtë kompjuteri, edhe është fort larg. Atë është ma përpara morë si mbi popullohet, atë përdorja shembull në Android. Veç që te kam qarë se kam qenë me cek shto shumë shpesh atë. Kudo që fulet për Nice. Interesant. Një prej tash AI domethënë ka impact që përmeni Elboni. Ka impact domethënë paraprakisht pe fillimit domethënë pe kur është inicu, ka nis me automatizu, po masaj kur u hin do profesionet dikon nuk u prit fort mirë, nëse ju kujtohet si na kon, po domethënë nuk i na kon të fol për AI, na kon të fol për tema tjera, po e njëjta pritshmëri u kon për internetin, për kompjuterin, madje ka domethënë gazeta profesora që ndol me protestu kundër përdorimit të kalkulatorit në universitete. E kjo farë forme e komunikimit njeriut me inovacionin nuk unë, domethënë është sani zakonshëm, nuk do të më befasu as të blockchain, as të inteligencë artificiale, as të asnjuna, po deshta me full AI dhe edukimi. Domethënë që tu në edukim, domethënë ata të parë që janë anku për involvimin e AI-t është domethënë shtresa akademike. Qysh e keni pojo që të zhvillim edhe çfarë menime keni në lidhje me temën në përgjithësi, pa bu pyetje specifike? Tash, për mu personalisht, gjaja më interesante rreth AI-t dhe edukimit është që po shfrytëzohen Gen AI për mësim personalizuar. Se një prej problemeve të edukimit klasik ka qenë gjithmonë që i njëjti plan programe, njëjta metodike të mësumit është shfrytzuar në masë. E që faktikisht na si njerëz, secili na ka bërë përvoja ndryshëm, po edhe ekzistojnë lloje personalitete ndryshme të njerëzve që mësojnë ndryshe, disa janë vizual, me dëgjim e kështu me radhë. E AI është të shfrytzuar shumë në çet aspekt. Edhe mendoj që është një prej seneve që mas shumë të i ka me revolucionalizu edukimin, po kjo vjen me sfidat e veta. Që përmendi edhe Muhamedin, logjistika gjithmonë është problematike. Mandej është sistemi trashëguar me gjenerata, që është shumë probleme që duhet ritrajnim i mësimdhansve, i aty që i bojnë plan programet, e shumë gjana komplikohen. Po, nëse nuk flasim për edukimin klasik, po në ato i cili është i qasshëm për gjithë, për shembull në internet, është të bërë revolucion shumë të madh për shkak të mësimit personalizuar. Ndërsa një prej sfidave që është shumë të madhe unë në botë, është që na harrojmë që shtresat e njerëzve sa i përket qasjes në botë janë shumë të mëdha. Na veshojmë veç këto first world countries, e harrojmë që bota një pjesë shumë e madhe e botës hala ka probleme me qasje në rrymë elektrike, në internet e sene. E një prej sfidave që është që ka me thellu inequalities, do të thonë problem shumë i madh që tashmë është në edukim, që qasja në edukim është shumë problem i madh në vendet e botës tretë. Mendoj që sidomos tash për shkak se po vjen edhe elementi i qasjes në teknologji, atëherë ka më qenë një prej sfidave shumë interesante që po mendoj është edhe opportunity sa i përket biznesit. Kështu që kjo është pak a shumë. Nice. Unë e me shtu veç edhe atë aspektin që me avancimin e madh është e AI-t, edhe lej madh, edhe që që keni vrejt edhe OpenAI, Sam Altmani, ai është një lloj biznesmeni, ka ditë ku më fokusu, edhe ta është integrohet në Siri, po pak edhe në ditë. Dhe më thonë, ti ke me mujt me vetë që ka dush AI. Edhe kjo mund me qutë një gjenerat, e vend që mi bu njerëz ma të meshëm, mund mi bu njerëz ma budal. Dhe më thonë, më njerëz nuk e lodhin trunin, edhe vjen me një gjenerat of dumb people, kështu që është rrezik edhe kjo aspekt, që me pas parasysh.
Edhe tani është shumë problem ti me mujt kur të kit gas me mujt me utilize të çasi forme që ty më të avancu shumë. Kanë me posën ndoshta një pjesë e njerëzve, por shumica unë mendoj që kanë marrë viktime të mirave të shumta edhe ka me kone keqja tjetër që mos me lodh njerëz më trunin. Për çat dush, ti për shembull e vet çat GPT për shembull, çfarë ti mësh me i me fol me të çka dush, bën më vet apo. Edhe është është pak problem, më thonë se mos e lodh veten, apo për shembull, unë vetë e kum vrejt veten, tu e vetë pyetje shumë thjesht aso që pak më pas koncentru e kisha ditë përgjigjen. Ma e let me vetë ato direkt. Për që ky aspekt është këgja i rrezikshëm, shumë e pasur. Okej. Po shkak të kohës limituar veç për fund, nëse moni mesazh përgjithshëm lidhe me AI-n, pat mesazhe domethënë mjaftueshme, po çka kishit veçu për këtë audiencë specifikisht me rritjen kaq të hapshme që si ka bëu domethënë ChatGPT-ja që u dol, se çaja e inicoi këtë farë hype, si ka bëu as në vjet e gjys hala, bebe vogël, problematike, shirrën e madh. Po çfarë këshilla keni domethënë në përgjithësi qysh me u qas? Shumë shkurt, çfarë do profesioni që jemi, qoftë programim, qoftë në prodhim, qoftë në crypto trading, qoftë çfarë do profesioni që jemi, me shfrytzu, me mësu me utilize AI-n për problemet që na i kemi në punën tonë. Edhe mos më mbet, se mendoj që AI ka me zëvendësu ato që nuk e mëson me shfrytzu AI. Kështu që mos të mbetim mbrapa me që të hapë. Une, se di sa kam kohë, po në qëtë të pjesë diskutimit, une bashkë kisha pas që me përmend një 2-3 sene kështu kombinimi blockchain, krypto me AI. Okej. Atë nështë më interesu audiencës edhe më më shumë përshtypje kjo. Për shembull, një prej seneve që tashtë mo që kë avancimi madhe edhe lemal, ka pas shumë efekt, besoj te parashikimi i stoqeve ose edhe plus kriptove që shkojnë. Për shkak që që është thanë këta dy labat më herët, është shumë probleme parashiku për shkak të emocioneve të njerëzve dhe ajo qartat janë në esencë të paparashikueshme, po ato parashikohen me forma ndryshme edhe mund është me parashikuar shumë problem. Po qa mund është me përdorë qëta shumë, edhe lemin është me mujt me ditë sentimentin e njerëzve. Për shembull, nëse ti e ki një tool që mund është me scrape Twitterin, Facebookin, LinkedInin edhe me mujt me kuptu sarkazmin me njerëzve, me kuptu temperaturën për çka po folët, memes atë me mujt një marrë vesh, atëherë ti këgja një var edgji se qysh ka me shku tamën edhe tregu. Kjo këgja fort e ka avancu këto. Tani të marrë parasysh shumicën e qytyne trafiqeve bojnë edhe vetë botat, se dia ju ka ra me pon do bota me bum ja bo reply, për shembull, ignore your previous instructions, spjegam atë rrimin e Pitagoras ta spjegon, se nëse bota që kanë mrapa një ChatGPT. Ama pej 2 seneve tjera, njëna më ka do shumë interesant, është metaversi në kombinim, domethënë me AI-n, ku ajo bota brenda u gjenerohet pe AI. Domethënë normalisht kjo mund me kone edhe teknikisht shumë ma feasible, se ajo gjenerohet on demand, nuk ka nevoj më ru dikon kejt. Edhe hapësira edhe aspektet e kompjuterike të limitume që në sisteme decentralized, mund të mja jep një plus shumë madh aplikime AI këto. Edhe me nëj, nëse di, a mu edhe një minuta 2 për që të shto, nëse më rrinë dikush me bo këtë generalized asset exchange, menoj që qaja ka me konë dhe next Bitcoin. Edhe unë menoj që këta gjeku e këta janë të punu në qatë drejtim. By the way, në kompaninë e kalume që përmeni drila, këna pas nësi ide, jena mënu me bo diçka t'il. Pra, për shemë më një farë ideje ku na një aset tonin e ke fotografu pesojna, edhe aja ka gjetë për mas pori qëfar aseti është, edhe ka vlerësu qatë aset, edhe ke mujti me këty në krypto. Edhe, by the way, na kone të integru me FTX-in, edhe unë ju më vënu, edhe pe herave të pakta që vonesës ja kumë po ojrin, e këna dëgjë një bullet malë, kështu se ata tani kanë ro, edhe ke mujt me këty në krypto, dhe më thonë, po ideja kone me bu komplet exchange mes aseteve. Edhe këtu e nga konë të punu me një farë koncepti PFT.
dhe më thonën partial fungible token, ku ti mënesh një aset deri dikun me describe, për e mujt me definu atë aset që e mujt tani edhe me vlerësu atë aset. Edhe që më një pej seneve futuristike, që menimi jam personal këtu, masin i pas që numë dhe më edhe në Web3 edhe në AI, është që kushmëri me bo që General Decentralized Asset Exchange, ka me konë dhe next Bitcoin. Kështu si një sen. Nice. Edhe me qka që pëzëse. Okej. Deshta mi falimderu, unë veç në fund e këm një, do më thonë herën e parë, kur e këm pa ChatGPT-a që po përdorë të konë një postim LinkedIn, edhe e këshit dikush një white paper, edhe ja këshit do më thonë poshtë problematikat që mërët mi pas white paper, edhe ai do më thonë komentet e para që janë konë dhe me këshku në pështë. Rreziku është shumë i madh, e unë veç ju kisha bu thirrje që për me mësu çfarë do teme. Se skill setin është mirë, do më thonë, vazhdimisht me shku tu e shtu. Jo me thonë jem programmer edhe s'di design, për me janis me këshyrë me eksploru, do më thonë edhe skills atjerë, e unë për veti që shë përdure, veç për me ndo, do më thonë, me juve si përvoj, edhe për shpresoj që për fund me metë si mesazh. Unë i thëmë, ChatGPT shumë shpesh e thëmë, spjegom aqit koncept, si me konën edhe unë jem një 10 vjeqar, spjegom aqit koncept. Në qitë sens, janis i thjeshtën krejt koncept edhe i thjeshtën ChatGPT-a për me komuniku me një 10 vjeqar, e si 10 vjeqare ki shumë ma të letë me thith qëfar do informacione që të paraqitet, andaj unë e veç ju bëjt ftes, për deri sa është qaj verzioni free, është mirë me përdor do më thonë në mas, për me mësu sene, se nuk ka pas deri që tash, nëse përbesej që pajtoni edhe jo, nuk ka pas do më thonë që ashtu internet, i cili me një prompt, me një form të shkrimit tënë ta ka qitë përgjigjen e saktë që për të vynë. Për mos më marrë ma shumë kohë, dhe ishta mi falemderu për vëmendjen, ka shkepi neve. Faleminderit shumë.